Ne të gjithë e dim se Islami, besimi në Allahu xhaleshanuhu që është e një, e që cilësohet me cilësit absolute të përsosura, ka bërë që ta pastrojmë mendjen nga besimet e kota, si dhe nga paragjykimet. Nga se besimet e kota, apo politeizmi dhe paragjykimet janë në nënçmim për mendjen. Pra, nëse njeriu për shembull e angazhon veten e vet, mendjen e tij e angazhon me besimet e kota, kena plot me besimet e kota, edhe fillon mendja e tij t'i analizoj ato, edhe t'u shërbej atyre besimeve të kota, apo paragjykimeve, iluzioneve, atëherë kjo konsiderohet se e ke përbuz mendjen, nimetin më të çmuar të Allahu xhaleshanuhu që të ka falë.